Sot jemi këtu para një objekti që për nga madhësia ndoshta nuk duket shumë i madh, po është tejet i rëndësishëm, sepse këtu do të funksionojë kuzhina e re, që do të ushqejë të gjithë nxënësit e komunës së Kamenicës, si dhe familjet dhe rastet sociale të cilat kanë nevojë për mbështetje. E tash kuzhina popullore është një projekt i veçantë, i ndërtuar në bashkëpunim me komunën e Kamenicës dhe shoqatën Jetimat e Ballkanit me një qëllim dhe kauzë thellësisht humane, për çfarë u jemi përjetë falendërues e mirënjohës. Projektet të tilla tregojnë për kushtimin e vazhdueshëm të komunës së Kamenicës për arsimin dhe mirëqenien e nxënësve, që kanë qenë gjithmonë në qendër të punës së kryetarit, por ku ka më mirë ku kjo kombinohet edhe me një shoqatë sikurse Jetimat e Ballkanit, presidenti i së cilës Halit Kastrati na ka nderuar sot me pjesëmarrje dhe natyrisht që në emër edhe të qeverisë së Republikës së Kosovës shprehim gjithashtu vlerësimet më të larta për këtë bashkëpunim dhe për këtë kurorëzim të punës përbashkët. Shumë i lumtur që ky bashkëpunim ka gjetë përkrojën me një putë madhe nga humanisti dhe shoqata Jetimet e Ballkanit. Unë dëshiroj që kjo të jetë në shërbim të plotë edhe për raste sociale, se aty ka qenë qëllimi ynë parësor. Faleminderit kryeminist për vlerësimin, faleminderit kryetar. Urime Kamenicë, urime nxancave, e shpresojmë që ne mos ta ndalim shërbimin ton për ata që kanë nevojë derisa të ngjallë. Hajde besoj. Urime. Qëto do të shërbejnë familjet nëvetare, Po, vërtet. Është e para e ndërtuar me kësaj në Kosovë.